Opozitarja e LSDM thot se kryeministri Hristijan Mickoski gjatë vizitës në Bruksel ka zhvilluar bisedime jo zyrtare për të ardhmen evropiane të Maqedonisë. Sipas tyre, takimet nuk janë raportuar përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe janë zhvilluar pa përfaqësues të diplomacisë. Opozita ngre pyetje se çfarë është diskutuar dhe nëse janë bërë marrëveshje që nuk janë bërë publike. Negociata për të ardhmen e vendit pas një përfaqësues të qeverisë, si është e mundur që kryeministri i një vendi të shkojë në bisedime jo zyrtare për çështjen kyçe të ardhmen evropiane të Maqedonisë, pa dijenin dhe pjesëmarrjen e diplomacisë. Si është e mundur që kreu i shtetit të sjellë gruan dhe fëmijët e tij me vete në takime nga të cilat varet fati 2 milion qytetarëve? Por kryeministri Hristijan Mickoski, i pyetur për qëndrimin e tij në Bruksel, tha se bëhet fjalë për një pushim të shkurtër 7 ditore bashkë me familjen. Siguroi se nuk ka pasur takime politike, por me investitor. Бев 3 дена во Брисел и немав политички средби, исто така правевме обиколка во Брисел. Имав 3 средби со инвеститори, кои што во Македонија се во завршна фаза на постигнување договор. Едниот е од Германија, едниот е од Соединетите Американски држави, а другиот прави проширување на постојната веќе инвестиција. И многу наскоро оваа есен сите три ќе потпишат договори и јавноста ќе биде запознаена околу содржината на тие разговори. Përndryshe, opozitarja LSDM pretendon se pas takimeve nën radar qëndron një përpjekje për pranimin e propozimit francez, i cili do të mundsonte zhbllokimin e rrugës evropiane të vendit. Megjithatë, nga qeveria nuk ka konfirmim se në Bruksel është diskutuar një marrëveshje e tillë.